أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مع بعد فلندرم الله عز وجل Zotin e vetëm meritor që të adhurohet, dëshmoj se vetëm ai është Allah që duhet të adhurojmë dhe t'ja kushtojmë ibadetet tona. Pastaj paqja, mëshira, lëvdatat dhe begatit Abu Bekrimit të Zotit, qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mi familjen, shokët e vet dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar besimtarë, do të flasim rreth ëndrave, dispozitat e saj dhe disa këshilla për besimtarët që ndërlidhen me këtë temë. Fillimisht duhet ta dimë se ëndrat ekzistojnë. Allahu i ka kriju si një proces jetësor i njerëzve dhe ato ndodhen në gjumë kur njeriu është duke fjetë. Ëndrat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndarë në 3 grupe. Ëndra nga Allahu, ato janë ëndrat e mira, ëndrat që përgëzojnë dhe japin mysh dhe besimtarit. Pastaj e dyta janë ëndrat nga shejtani, që janë ëndrat e këqija, të frikshme, edhe treta, ëndrat e natyrshme, apo thënë ndryshe ato gjëra që i ndodhin njeriut në jetën e tij, edhe apo që i ka ndodhur në shkuarën e tij ose që ka bisedu me njerëz, ato i rikujtohen njeriut në gjumë. Këto janë 3 llojet e ëndrave përgjithsisht. Dhe për secilën ka rregullat dhe dispozitat e veta. E para, ëndra e mirë, ky lloj ëndrash është edhe pjesë e shpalljes. Pjesë e shpalljes te pejgambert, por pjesë e inspirimit edhe te muslimanët. Pjesë e inspirimit edhe te muslimanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë thotë: ëndra e mirë është 1/46 pjesë e shpalljes. Kjo bazu dietarët kur kanë analizu, bazu në historinë e jetës apo të shpalljes pejgamberit alaihi salatu wasallam, e cila ka zgjatë në 23 vite. 23 vite e 6 muajt e para kanë qenë shpallje vetëm përmes ëndrës. Pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu siç transmeton Aisha radhiyallahu anha, në hadithin e Imam Buhariut, nëse zgaboj hadithi i 3 në Sahihun e Buhariut, që tregon Aisha nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se i vinin ëndrat apo i dilnin ëndrat kefaliki subh, sikurse domethënë mëngjesi i pastër, agimi domani pastër që çdo gjë i ka dal ashtu siç e ka pa në ëndër. 6 muaj ditë i ka ardhur kështu shpallja, pastaj 22 vjet e gjys i ka ardhur shpallja normal përmes Xhebrailit. Pra, nëse e marrim 23 vjet që ne ndajmë për gjys ka 6 muaj, domethënë na del 46 gjysma të vitit. Kështu që ëndra është domethënë 1/46 pjesë e shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besimtari nëse kështu po them, i shet 46 ëndra të sakta të mira, është si më ardh, si më thon kështu kushtimisht po them, një herë shpallja. Si më ardh një herë shpallja, por nuk kupton kjo që ai që sheh ëndër mëse më thonë mbo pejgamber më anis me shkruaj Malia dhe më u pa fatin njerëzve dhe me fitu parë në amën të këtyre haditheve, pra me i keq kuptu. Pra thash kushtimisht 1/46 që i bie sikur 46 herë të sheh njëri ëndrat mira, atëherë i bie si më ardh një herë shpallja, pse shpallja nuk i vjen askujt pas pejgamberëve, por ëndrat e mira janë inspirim për besimtarët, nga Allahu xhalla xhelaluhu. Saktësia e këtyre ëndrave, pra ëndrave të mira, varet nga saktësia e fjalëve, e veprave, besimit dhe adhurimit të atij personi që i sheh këto ëndra. Domethënë, ndodh që ëndrat të jenë të mira, mirë po ati ndodhin a mos t'i ndodhin nesër ati, se ëndrat janë edhe lloj inspirimi, tham, që sot e sheh ëndra, nesër mund t'i ndodh ose mas një jave. Po sa mund me qenë ëndrat e sakta që nesrit me i dal realitet ati, kjo varet nga saktësia edhe besimi edhe sinqeriteti edhe fjala e drejtë që s'rren e ati që e sheh ëndrën. Sa më i drejtë që t'jetë, sa më besimtar, ëndrat do t'i ketë më të sakta, edhe ëndrat do t'i dalin më reale nesër në mëngjes. Nesër ose mas nesër, domethënë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa më i saktë të njeriu në bisedat e tij, aq më të sakta dalin ëndrat e veta. Shënon Muslimi hadithi numër 4200. Ndërsa në akhiru zaman është koha para kiametit, njerëzve
Allah Azza wa Jall besimtarët do t'i forcoj me ëndra. Domethënë do t'i forcoj për shkak të problemeve të sprovave të mëdha që do t'i kenë njerëzit të lashët e ndryshme, atëherë Allah për me majt besimin e fuqishëm, për me majt ndinin e Allahut, domethënë do të kenë nevojë për ëndra, edhe do t'ia çojë Zoti ëndrat që ata përmes ëndrave ta forcojnë besimin e të qëndrojnë sa më afër rrugës së Allahut, mos të devijojnë. Domethënë kjo në akhiru zaman. Po pse nuk ka ndodhur kjo në kohën e sahabëve, në kohën e gjeneratave të hershme, për arsye se ata kanë qenë afër kohës pejgamberit. Ata kanë pa pejgamberin. Ata kanë mjaftuar me argumentet e Kuranit, Sunetit, besimi i tyre ka qenë më i fuqishëm dhe kanë qenë më të bindur, kanë pas yekin, bindje, më thonë të paluajshme, më tepër se sa na, apo se sa ata që kanë marrë mas neve. Ku neve me na hyni therr në kam, në rrugt të Allahut më njerë, ja nisim edhe çajm sikur se fëmia. Kurse ata kanë qenë gjendje domosdoshmë çdo gjë me dhon, shtrajtë të lirë të vlefshme për dinin e Allahut Azza wa Jalla, andaj nuk kanë pas nevojë me forcu besimin me ëndra, sepse kanë pas bindje të fuqishme. Në akhiru zaman, kjo do të ndodhë domethënë e kundërta që njerëzit kanë me pas nevojë për ëndra, dhe ato ëndra domethënë do të jenë si lloj forcimi i besimit tyre dhe mbajtja në Islam. Ëndrat më të mira dhe më të sakta ëndrat më të mira dhe më të sakta kanë qenë ëndrat e pejgamberëve. Ku ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Ëndrat e pejgamberëve janë shpallje, siç ka thënë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mu për këtë shkak Ibrahimi alayhis salam kur ka dëshmë me prej djalin e vet Ismailin, ju e dini se nuk i ka ardhur Xhibraili me i thon prej djalin, po çka? يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ibrahimi alayhis salam ashtu siç përmend Allahu azza wa jalla në surën Sad, thot i tha djalit vet, o biri im, un kam pa në ëndër duke të prej, duke të bë kurban. Shiko ti çka mendon për këtë çështje. Tha i o baba im, vepra ashtu çfarë ke pa, çfarë të shpall, më falni. Vepra çfarë të shpall ty, se unë do të mundohem të jam prej durimtarëve inshallah. Domethënë Ismail alayhis salam ka thonë do të vepra çfarë të është shpall. Që domethënë kanë ditë ata se ëndrat e pejgamberëve janë shpallë, se ata kanë qenë çet sinqert, sa s'ka mujt shejtani me lut me mendjen e tyre, edhe me pa ata ëndra të këqija, ëndra budallëçesh. Por ata kanë pa vetëm ëndra të sakta nga Allahu xhalla xhelalu. Pra, kështu që nuk ka mundur të futet të njerëz të devotshëm shejtani për të lut me mendjen e tyre. Kurse ëndrat e besimtarëve në përgjithësi nuk duhet të ngutemi për t'i vlerësuar si të mira apo të këqija, pa janë analizuar ato ëndra karshi apo bazu në argumentet e Kuranit dhe të Sunetit. Zban mi thon dikuj ja pas ke pa ëndër të mirë ose pas ke pa ëndër të keqe. Ose dikush më thon kam pa ëndër të mirë ose të keqe, pa i analizu me këqyr me Kur'anin dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se a është vërtet ajo ëndër e mirë apo është e keqe. Se mund të ndodhë që ty të duket e mirë, por në fakt ajo është ëndër me vrejtje, me prapavija. Edhe mund ndodhë që duket e keqe, në fakt ajo është ëndër e mirë. Ku neve domethënë kemi rast ku e përmenda këtë do ta ceki pak më poshtë, ndodh që njeriu të sheh ëndër domethënë duke ecë në mesin e shoqërisë i zhveshur, lakureç, edhe ai mendoj se kjo është e keqe, kurse në fakt kjo është ëndër e mirë. Çfarë nuk kupton? Normal se ka rregulla të tjera që do t'i cekim, por gjithsesi është kjo zakonisht komentohet me anën pozitive që jep me kuptues se ai domethënë nuk ka mëkate, nuk ka turp nga askush, edhe del faqebardh dhe del shlirë para tjerëve tutët pe kërkuj, ha? Nuk es me dyshime dhe me tuta dhe me duke u mbrojt, duke u friksu, duke ikë pi tjerëve, po del shlirë. Domethënë kështu komentohet një prej komentimeve. Andaj duhet më bazu në argumentet e fesë, edhe jo të ngutemi për të thonë një ëndër e mirë qenë ka ose e keqe. Por duhet të analizojmë bazë të argumenteve. Në këtë pikë, pra në mos komentimin e ëndrave bazuar në argumentet fetare kanë deviju sektet e bidatxhive, sektet e dervishve, ku ata kokën vete i kanë komentuar ëndrat, varet që shuka ardh interesi atij personit, në farë interesi e kanë pa, për shembull, ka pa një mbret një ëndër, e ka pa bën vaki shumë të keqe dhe ky ka shkuja ka nërreq ëndrën, ky dietarin thojza, për çka ai më dhon parë. Ka thonë, ti ki me sundu deri në vdekje, ti si desesh ki me shku direkt në xhenet, në qillin e 7 me pejgamberin alayhis salam, sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo që i ka dhënë çamull 1000 euro ose 10000 euro ose një çip me lira me dukat. Pse? Ka gënjy, domethënë, pse ka qenë njëri i devijum nga rruga e Allahut azza wa jall. Andaj nuk duhet të komentohen ëndrat në bazë të çefeve të njerëzve. Ai që dëshiron që ëndra ti të jetë sa më sakt,
dhe sa më të vërteta, atëherë le të jetë sa më i drejtë në fjalët e veta. Besimtar sa më i sinqert dhe vlerat e tij të ketë sa më të larta. Le të hajë ushqim halal. Le të hajë ushqim halal. Le të fleje gjithmonë me avdes. Le të bjerë në krahun e djathtë, edhe derisa ta zëxhumi, le të bëj dhikr, le ta përmend Allahun xhelle xhelaluhu, ose le të dëgjoj diçka Kur'an, domethënë, ose gjëra fetare. Ky person nëse i posedon çdo veti, atëherë shpresojmë që mos më mujt me ndiku shejtani në ëndrat e tija. Kurse njëri i cili bjerë me kufjen vesh, edhe ndëgjon muzika, nga më të çmendurat, ai nuk ka mundësi me pa masën e ëndra me laçet edhe përgëzime, ai vetëm shejtanat i sheh ëndër. Sa i ka ra me shejtanat dhe dizginat ja ka vendosur shejtani dhe lun me ta. Andaj kthimin rrugën e Allahut azza xal ta mundson jo vetëm jetën me qenë i qetë, po ta mundson edhe gjumin me bot qetë. Larg shejtanit dhe mos më mujt me ndiku as në gjumë shejtani, e lemon jetën e përditshme. Kur është koha e ëndrave për të qenë sa më të sakta dhe sa më të mira edhe me qenë prej Allahut. Pjesa e tretë e fundit e natës, pra nëse ndajmë natën në 3 pjesë, pjesa e fundit e natës është koha kur njeriu i sheh ëndrat e mira. Kjo bazohet në faktin se në këtë kohë Allahu xhalla xhelaluhu zbret në qiellin e kësaj bote edhe i shikon njerëzit kush po i lutet, kush po kërkon falje, kush po pendohet te Allahu, kush po lyp diçka për mi adhon Zoti azza wa xal. Andaj në këtë kohë përhapen me laçet në tokë, zbresin me laçet, ikin shejtanat. Kurse në pjesën e parë të natës, zakonisht shejtanat janë më shpërndam nëpër fytyrë tokës edhe mund të ndikojnë më shumë te njeriu për me pa ëndrat të këqija. Pra zakonisht ëndrat e këqija shihen në fillimin e natës, kurse ëndrat e mira shihen në pjesën e fundit të natës. Këto edhe para se me kry këtë pjesën e parë të ligjëratës, a ndodh që edhe qafiri me pa ëndrat sakta, po ndodh me pa ëndrat sakta edhe qafiri, por kjo është rrallë, edhe nuk duhet të bazohemi në këtë që e përmenda. Tham origjine që veç besimtarët me pa ëndra sakta, që i dalin edhe ëndrat mira, po ndodh edhe qafiri. Prej tyre kemi argumentet e kohës së Jusufit a.s. nga historia e tij, ku ëndër të sakt pa mbretja asaj kohe, ku Jusufi a.s. pastaj diti me ja komentu. Pa ëndër të mirë ëndër të mirë edhe 2 shokët e burgut të Jusufit a.s. që ishin në të njëjtën qeli me Jusufin a.s. ku njëri pa domethënë se po i shërben po i shtrydh domethënë pemë dhe perime, pemë mbretit dhe po i servon alkool, normalet e kanë qenë qafira që kanë përdor alkoolin, edhe tjetri pakin se kish vendos një tepsi me ushqim mbi kokën e tij dhe po hanin shpenzet prej saj, dhe Jusufi a.s. ja komentoi, edhe ashtu ju dul. Pse komentatori më i mirë i ëndrave në botë ka qenë Jusufi a.s. Jusufi a.s. Edhe nuk vjen domethënë as nuk ka pas as do të ketë më komentator të mirë se sa ky pejgamber. Ndërsa prej ulemave, që ka qenë prej komentatorëve, mos të më i mirë se nuk e di, por mendoj se është prej më të mirëve ose më i miri mund të themi, ka qenë Ibn Sirini rahmetullahi alej, ku edhe përmendet kënse një libër e ka shkruar që nuk është të vërtet nga ai. Do ta cekim kur t'i vjen radha. Pra Jusufi a.s. i tha të parit ti do të shërbesh me alkool mbretit tan, kurse dyti i tha ty do të varen, do të mysin, edhe kanë me hangër nga koka jote korbat apo sorrat në rrugë atje ku kanë me të varë, kanë me të hangër kokën. Edhe ashtu ju ndodhi të dyve. Lloji i dytë janë ëndrat nga shejtani. Janë ato ëndra që sjell në mendje shejtani, që ja sjell në mendje shejtani njeriu dhe përmes tyre luan apo e frikson njeriun, besimtarin dhe jo besimtarin. Besimtarin tham nëse është afër udhës Allahut azza wa jall nuk mund të ta friksojë edhe sa duhet. Edhe nuk mund të ndikojë në ëndrën në mendjen e tij. Mirë, po zakonisht te qafiri kjo ndodh ose te besimtar siç jemi na, Zoti na fal dhe na udhëzoj që jemi besimtar të dobët, inshallah Allah na forcon, mund të luajë domethënë me mendjet e tyre. Ëndrat ja bën të këqija, ja bën me bën vezvese, me lën pa gjumë, me friksu. Sidomos te ata njerëz të cilët shumë besojnë në këto sene të këqija, edhe pastaj ton ditë ajo shkon prap nga frika se ka pa diçka ëndër të keqe. Ndodh që njeriu të sheh, mon për ëndrave të këqija janë edhe këto, që njeriu të sheh domethënë kënse ju ka kaput koka atij edhe po e njeh ky kokën e vet me zon për me ngjit, tamam si filmat vizatimor. Tjetri ndodh që me pa ëndër që po e njekin kafshë e egra për me hangër, loni apo çani, ky s'po mundet me ik, edhe stresohet në veten e tij.
ose ndodh me pa duke ra prej një lartësie të madhe dhe tamam do me ra poshtë çmendet nga friga. Ka masane lloje të ndryshme të ëndrave që don kinse me bë diçka dhe nuk mundet. Me tjerë këto lloj ëndrash futen apo në këtë lloj të ëndrave futen edhe ëndrat kinse me laçet ose pejgambert ose hoxha, po të thot ty qu edhe piraki, le namazin me se falë se sa namazi kur gja. Nëse njëri u shek si ëndra kinse me laçet, po i thojnë bën gjëna, kinse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot le namazin se s'ka nevojë mu fal, hajt sa ai son kur gja, ose hoxha i katunit ose i shehrit, po thot për një gjuna me ba. Dihet se dhe ato janë për shejtanit mos tu qysh be me laçet erdhe në ëndër dhe më thanë mos u fal. Jo, po shejtani paraqitet kinsa është me laçe me qëllim që me friksu me deviju njeriun nga rruga drejt. Në këtë pikë futen ata njerëz të cilët thonë se kur kanë në burg, ata njerëz xahila, thotë kur kanë në burgun edhe kanë ardhur në ëndër do me laçe, me teshat bardha, me flokë gata, ai përshkruan si gra, audhu billah. Edhe thot më kanë thonë ty Zotit ka zgjedh besimtar të dashur evlia, ai pianec. Evliat Allahit edhe thot ti nisja shkruj, hajmalia domethënë, edhe bën ju mirë njerëzve se ti tash ka dhënë Zoti fuqi edhe ti mundesh me bë mirë. Edhe ai çohet edhe ja nis me shkruaj pse thot më ka ardhur shpallja më në ëndër. Këto domethënë janë për shejtanit, se nuk ka mundësi thanë në ëndra do të mi komentu me Kur'an edhe me Sunet. Nuk ka mundësi me Islam dikush me shkruaj si lejohet kërkuj me shkruaj hajmali. Andaj bazon Kur'an dhe Sunet ato nuk janë me laçe po është shejtani. Që thot unë jam me laçe domethënë duke rrejt njeriun. Edhe lloji i tretë i ëndrave janë thjesht ato ëndra të rëndomta të cilat njeriu nga natyrshmëria e tij ndodhen me pa. Për shembull, ndodh që njeriu me qenë shumë vezveselim me një diçka, edhe që ajo më kujtu. Me qenë shumë marak me një diçka. Shembull është i çmendur dikush mas makinës. Edhe ai kretë ëndrat i sheh me kerra. Edhe në të vozit kjera, bler një matë mirë, jo një matë keq, jo shpërthuj guma, jo ku e diçka lëshe minjace, që si ai që si andrashe. Sa jo marak në kjera, shambull do më thonë, dikush tjetër është diçka tjetër, sa më rëndësi. Ose do më thonë, ka gajle, shambull ka nesër provim, ose mas nesër, a ta natën shë të ujnë provim. Ose ka bo muhabet me shokët e vetë, edhe i kujtohet në andër qka ka bo muhabet. Ose ka bo plan me shku dikun me bo diçka, e shë në andër qka ka me bo. E zakonisht kanë thonë ulemat, ëndrat normale, ky lloj treti ëndrave, vinë në kohën e ardhshme. Vinë në kohën e ardhshme. Që ka me bon kështu, ka me bon ashtu, ka me bon. Por rrallë herë mund të ndodhë me ardhë në kohën e shkuar, me të kujtu ato çka i ke bon. Po zakonisht vinë në kohën e ardhshme. Këto domethënë nuk duhet mu friksu prej tyre, edhe janë ëndra thjeshta, s'duhet mu bazu diçka me kriju ndonjë ideologji ose ndonjë frikë ose ndonjë besim të caktuar bazuar në këtë lloj të ëndrave. Si të veprosh me ëndrën që e ke pa? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon kështu. Nëse shihni ëndër të mirë, atëra ajo është nga Allahu, mia. Dhe falenderojeni Zotin për ta dhe tregojuni njerëzve që i dani. Falenderoj Allahun azza wa jall. Beso se është nga Zoti, ëndrat e mirë zvin nga shejtani të mirat. Edhe tregoj njerëzve që i don. Nuk ban më tregu njerëzve që nuk i don. Do ta cekim. E nëse shihni diçka tjetër, pra ëndër që ju shqetëson, atëra ajo është nga shejtani, nja. Dhe kërkoni mbrojtjen e Allahut prej ëndrës, prej asaj ëndër të keqe, dhe mos i tregoni askujt për të, kështu nuk do ta dëmtoj, kjo ëndër nuk do të dëmtoj asgjë. Nuk ka me dëmtu, se nëse i tregon dikuj, ai ka me ta bëj edhe më histori. Ku bën vaki, ndodh. Ke pa të bën ndeshja, tu ka kput kryt, mos del sot se po të ndodh kjo. Edhe ai madhe tash në tutën e mazi. Andaj nuk ban mi tregu ëndrat e këqija kërkuj. Edhe do të më thonë audhu billahi minash shaitanir rajim azat mruj nga kjo ëndër e keqe. Do t'i përmendem. Në hadithin tjetër, pra këtë hadith e shënon Imam Buhari dhe Muslimi. Hadithin tjetër thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kush ëndër të keqe, le të pështyj në anën e tij të majt dhe të kërkoj mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar. Buhari dhe Muslimi. Pra, me pështyjnë. Në këtë formë, edhe thot audhu billahi minash shaitanir rajim. Pastaj në hadithin tjetër të Muslimit, thot përveç që duhet me pështyjnë në krahun e majt, edhe me thonë audhu billahi minash shaitanir rajim, nëse e ke pa ëndrën duke qenë krah djath, në gjend. Atëherë kthehesh në krahun e majt. Nëse e ke pa në krahun e majt, kthehesh në krahun e djath. Pra e ndron pozicionin, po nëse e ke pa
duke qenë të fjetë rasisht në bark, natën je kthy barkas, çish më kthy? Jo në shtëpinë. Po kthesh në krajin e djathtë, se besimtari nuk duhet me fjetë as në shtëpinë as në bark. Po nëse ndodh që në gjumë, sepse në gjumë nuk është me vedije njeriu, nëse ndodh që me ushtri ose barkas ose në shtëpinë, atëherë kur i dal gjumi pasi ka pa një ëndër, shtyj në krahun e majt, kërkon mbrojtjen e Allahut azza xal dhe kthehet djathtas. Kthehet në krahun e djathtë. Pa ndran krahun. Bazohen këto që përmendëm rreth veprimit pas ëndrave, te ëndrat e mira, kur i shohim ëndrat e mira, duhet ti kem parasysh 3 gjëra. E para, ta falenderojmë Allahun azza xal për atë ëndër. Ta falenderojmë Allahun duke besuar se Zoti na ka thënë atë ëndër, se shejtani nuk çon ëndër të mirë. E dyta, të gëzohemi për ëndrën e mirë. Të gëzohemi. Edhe e treta, të ju tregojmë atë ëndër njerëzve që i dojmë. Edhe që na dojnë. Njerëzve që na dojnë edhe që i dojmë. Sepse ëndra varet edhe prej komentimit të saj. Varet edhe prej komentimit të saj, andaj nuk bën me ja tregu çdo kujt. Se ndodh që ëndra është e mirë, edhe ai ta don ty të keqen, ai personi që po i tregon. Edhe ty ta komenton negativisht. Sepse te na shqiptarët është rregulli që ose në bestytni me e lidh ëndrën, ose me e lidh gjithmonë me të kundërtën e saj, gjithmonë. Kjo është gabim. Po ka raste kur duhet të kundërta mu lidh, po jo gjithmonë. Prej rasteve domthon te na patjetër si të shohësh tu çajt, patjetër ki me kesh. Si të shohësh tu kesh, patjetër ki me çajt. Si të shohësh dukat ku diçka e lidhin. Nuk ka patjetër gjithmonë e kundërta. Edhe kështu, nëse njeriu nuk don ty ta komenton të kundërtën, edhe ta bën ëndrën e mirë ta prish, ta bën të keqe. Edhe kështu ty të shtin stres. Andaj nuk bën me ja tregu gjithkujt ëndrën e mirë, po vetëm atij që e don. Kurse ëndrat e këqija kanë disa rregulla. E para, të kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga sherrri i asaj ëndrës. 1. Sherrri i ëndrës. E dyta, të kërkojmë mbrojtjen nga Allahu nga sherrri i shejtanit, e atij që ta ka çuar mendja atë ëndër. Pra, të dyjat, nga sherrri i ëndrës edhe sherrri i shejtanit. E treta, të pështym nga ana e majt e kraharorit ton, në anën e majt. E katërta, të mos ja tregojmë askujt. 4 e 5. Këto janë 4 kryesorët, 4 rregulla. I pesti rregull, muslimi përmend edhe ndrimin e krahut nga i cili ka pa ëndrrën në krahun tjetër. 5. A ka rregulla tjerë? Po, disa dietar thonë lejohet me tregu edhe ëndrrën e keqe, m'ia tregu njerit që do, edhe njerit që ka dituri për fe dhe din me ta komentu pozitivisht. Nëse nuk ka kurfar komentimi pozitiv, atëherë spaku të udhëzon në diçka. Ka ndodhur me pa një ëndër shumë të keqe, atëherë ai të udhëzon, thotë kërko falje te Allahu, kërko pendim, shembull ka po të ndodhë një fatkeqësi. Edhe fatkeqësit mund ndodhen, mund me të ndodhë. Por për më largu fatkeqësive, çfarë duhet me bë besimtari? Duhet me kërku mbrojtjen nga Allahu, duhet me dhënë sadak, sepse sadaka bën sebeb për me të largu ty, me të largu fatkeqësit. Pastaj të këshillon ai dietar, ai hoxh që ja ke kallzuar ëndrën, të këshillon me kërku tobe dhe istighfar te Allahu. E istighfari, pendimi i largon belat prej çati personit. Andaj edhe nëse nuk di me ta komentu pozitivisht, spaku të këshillon çka me bën që mos me të ndodh që ajo fatkeqësi. Gjithashtu është rregull të ëndrat e këqija, është një prej rregullave, nuk është patjetër që nëse ki mundësi çohu edhe fali 2 recat nafile namaz. Po atë mundësi është mirë edhe kjo. Sa përket rregullave të komentimit dhe të komentuesit të ëndrave. Komentimi dhe komentuesi i ëndrave. Pra ëndrat lejohet mi komentu, por ka kushte komentuesi i ëndrave edhe ai që e sheh ëndrën. Imam Begaviu rahmetullahi alayhi dhe të tjerë thotë kështu. Pra në përgjithësi rreth ëndrave bazuar, komentimi i ëndrave ka disa kushte. Duhet me i bazua ëndrat në argumentet e Kuranit. Fillimisht në argumentet e Kuranit. Jo me i bazu vetëm në thashë bestytnitë e katunit tën, por në argumentet e Kuranit. Për shembull, nëse shen litar në ëndër, duhet me bazu se me komentu dhe në nënkupton kapja për fenë e Allahut, se Allahu ka thënë në Kur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kapuni gjithë për litarin e Allahut. Andaj nëse sheh litar nënkupton feja, nëse sheh një litar që është tjekë gjujt që shto, atë logjikisht i bjerë se je largu pe fesë. Andaj nëse të kundërtën e sheh një litar që po e lidh, po e man afër, jep me kuptu se ti po afrohesh ka feja, lidhja nënkupton se ti po e forcon besën, lidhjen tonë me Zotin. Se fjala akide, çfarë do të thonë lidhje? Lidhje diçka një nyje. Pra do të thonë duhet me bazu në Kur'an. Pastaj
Ibrahimi alayhis salam ose të ndëgjuarit e ezanit ose thirrja e ezanit për namaz, nëse shati të thirrë ezan, atë nën kupton ose ngritja e autoritetit tan, ose nën kupton shkurja jote në haxh. Pra varet edhe prej sifateve tua çfarë besimtari je. Pse shkurja në haxh? Se Ibrahimi alayhis salam ka thirr, wa adhin fi nasi yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin minhum yatuna min kulli fajr amiq. Allah azza jall kur ka thënë Ibrahimit alayhis salam thirr ezanin, thirrë njerëzit për haxh. Pra thirrja e ezanit nën kupton edhe shkurjen në haxh. Kjo kret bazuar në Kur'an. Pra komentuesi ëndrave duhet me lidh mas pari me ditë Kur'an. Me ditë Kur'an mi lidh me Kur'an sanet. Por edhe me u bazu në vetit, komentuesi ëndrat në vetit e atij që ka pa ëndrën. Te puna e ezanit, kanë ardhur një dietar dy njerëz, njëri ka pa ëndër të thirrë ezan, tjetri të thirrë ezan. Të parit i ka thonë ti ki me shku në haxh, dytit i ka thonë ty kanë me ta kput dorën, se ki me vjedh. Kanë thonë dietar qysh, dytë kanë pa një ëndër. Thot për arsye se i pari është i devotshëm, e kanë njoftë edhe parën e dytin. I dyti ka qenë hajn. Thot i pari nuk ka mundësi me vjedh, por ai është besimtar edhe ai ka me shku në haxh. I dyti thot e ka bazuar në tregimin e Jusufit alayhis salam ku e ka shti tasin e vet të arit në thesën e Benjaminit alayhis salam. E ka shti edhe i ka thonë atij thirrësit thirrni njerë wa fa'adhana muadhdhinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun. I ka thonë shërptorit vet Jusufi alayhis salam thirrni me zan, thirrni shoju zan. O ju karavan kini vjedh. Edhe kanë gjetë domethënë, në fakt Jusufi alayhis salam e ka shti, e dini historinë në thesën e vllaut vet vogël Benjaminit alayhis salam, e ka shti atë tasin e vet dukatit, edhe pastaj e kanë dalë Benjaminin, nuk e ka lënë me shku me vllazët e vet. Pra, dytit ja ka lidh me hajnit, parit ja ka lidh me haxh. Ka një grua, një gruaja e Harun al-Rashidit nëse s'gaboj, ka pa ëndër kinse, domethënë njerëzit po presin rënë dhe po kalojnë edhe secili njeri që po kalon po bën zina me ta. Me këtë grua. Grua të ndershme, grua besimtare, gruaja e halifës, kryetarit muslimanëve. Edhe ka shku si ka kallzu kjo burrit vet për këtë ëndër të keqe, kjo ka konsideruar të keqe. Por i ka thonë shërbëtorës vet. Shërbëtora ajo, fukara e thjesht, ka thonë shko Tinza te hoxha, filan hoxha, ka qenë dietar komentuesi Kuranit, thot shko edhe tregoj këtë ëndër çka nën kupton kjo. Kur shkon edhe, po thot mos i kallzo që unë e kum pa. Thuj ti e ke pa ëndrën. Se mos po del fjala që gruaja e halifës ka pa kësi ëndër të keqe. Atëherë shkon edhe i thot hoxhës kështu ëndrën njerëzit të prit në rand anekni. Thot kush e ka pa thot unë? Ka kesh hoxha, thot mos raj, se s'e ke pati këtë ëndër. Thot unë e kum pa. Ja, thot s'ka mundësi ti me pa. Veç me më kallzu kush e ka pa, unë tregoj komentimin e saj. Thot, vallaj e ka pa gruaja e halifës. A thot po aja. Ti jo. Çka do të thon? Thot nën kupton kjo se gruaja e halifës ka minreç krojet e haxhit. Edhe haxhit kanë me prit në rand me shujt etjen e tyne. Uj kanë me pi domthon në kronet e haxhit. E ti s'ki parë minreç kronet e haxhit sa ti vyn veç gruaja e halifës mund mi bë. A pse? Bazu domthon në ato argument. Andaj komentuesi duhet me pas dije në Kur'an, dituri rreth Kur'anit. E dyta, duhet të ketë dituri në argumente të sunetit, si për shembull. Edhe para kësaj i thonë dietarët se duhet t'i di shumicën e haditheve. T'i di hadithet dhe t'i kuptoj, që në bazë të haditheve me i lidh ëndrat. Për shembull, nëse sheh korb, sorr, sheh, nën kupton se çajo sora nën kupton fasikin, njerin e prisht, njerin gjonaçar. Në çka bazohet kjo? Kjo bazohet në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, uqtulu khams al-fawasiq. Mbytni 5 kafsh që janë fasika, janë mëkatar, janë kështu pa thënë mëkatar se fasik të këqija, të prishta. Ma dhanë diçka jo të mira, të nevoshme. Edhe prej tyre ka përmend akrepin, xharpnin, ka përmend edhe kanë korbin. Andaj parit e në ëndër të korbit nën kupton se për shembull po vjen një korb, po ulet te ti japësh diçka ose kujt diçka, ata andaj ka marrë një njeri keq ki kujdes si sillesh me ta, ha? Fasik diçka. Ndërlidhet kjo në bazuar në hadithe. Nga shembujt dhe urtësitë e njerëzve të ndryshëm. Nga fjalët e urta, mësimet që kanë logjike dhe që në fe janë të pranuara. Për shembull, e dini ju urtësia, man hafara hufratan li akhihi waqa fihi. Kush e çel
Men hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha, do të më qenë kjo. Kush e çel një grop për vllahën e vet, bjen vetë në ta. Këto e dim na kretë dhe fëmijët e mësojnë në shkollë. Ha? Edhe këtu nëse jetë e bën një grop edhe po kia në knesan, ruju se ka me të ndodhë ty diçka nëse jetë të dosh me abo dikujt të keqe. Kjo është domethënë një argument që lejohet me u bazu në senet që janë urtësi edhe s'janë kundërshtim me fen. Pra mja qel gropën që tërkuj, zban. Andaj nëse shëndra tilla duhet me pas kujdes. Bazuar në domethënien apo fjalit që gjenden në atë ëndër. Për shembull, në ëndër shani njëri me emrin Rashid. E sheh emri Rashid domethënë njeriu udhëzum, dije se ka me të ardhur një udhëzim, e lidhesh diçka me udhëzim. E shani njëri me emrin Sabre për shembull. E sheh diçka se po lidhet me durimin, me sabrin. E shani njëri me një emër të keq, ku e diçka. Belaxhi. Ruajt më ose një bela diçka, ha? Ka raste kur lidhen edhe me në bazë të kuptimit të emrave. Tjetra, ndodh që ëndrat komentojnë në të kundërtën e asaj që shihen. Po, ndodh në kundërtën e asaj. Për shembull, friksimi nënkupton sigurinë. Tuta nënkupton sigurinë. Por kjo krejt mvaret pe kontekstit ëndrës. Allahu azza jall ka thënë në Kur'an: "Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Allahu do t'ja ndryshoj mas frikës tyre, do t'i jap siguri. Andaj frika nënkupton siguri. Smundja në ëndër nuk nënkupton smundje ose friksim, po nënkupton falet gjunave. Nënkupton ngritjet gradave. Por kemi kujdes. Nuk këshilloj që mi komentu ëndrat se cili vlla. Do t'i përmendi, s'poj edhe pak. Tema para fundit, bëni sabër. Tema para fundit, pika para fundit është shikimi pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ëndër. Me pa pejgamberin alaihi salatu wasalam, siç ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, thot, kush më shën ëndër, ai vetë se më ka pa. Kush e sheh Resulullah në ëndër, ai për një më ka pa. Por kjo nënkupton se kush më sheh mua në ëndër, pra pejgamberin, nënkupton mua në ëndër, domthon ashtu që shokon pejgamberi. Në ëndër ai ka pa për një më pejgamberin, pse? Sepse thot shejtani nuk mund të personifikohet, apo ja ka ndaluar Allahu shejtani që të personifikohet në fizionomin time. Dhe nuk ka mundësi askush shejtani falni në fizionomin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me u personifiku. Po mund të personifikohet në një figurë krejt tjetër edhe të rënë ty thot un jam pejgamberi. Por nëse sheh me vetitë e pejgamberit, dije se ajo kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ha, figurën e tij i barë në tërkuqëramt, flokët kështu, trupin ashtu, i mesëm, që anën ka i gjati, i urt, i but, buzëqeshës, i bukur, etj, që s'po du tash me sekret cilësitë e pejgamberit, atëre ke pa pejgamberin. Ama me pa, në ëndër një njeri, zëzak, shkurt 1 metër e gjys, edhe të thatë të dek, ose të pal, ose dverbër, edhe thatë unë jam pejgamberi. A unë për një me pejgamberi? Ai nuk ka pejgamberi, ajo është shejtani që po don ty me të mashtru, me mendu se pejgamberi. Pra, mund personifikohet ndikon tjetër me të rajt me thonë unë jam pejgamberi, në fakt nuk është pejgamberi. Andaj kush e sheh pejgamberin, ai vetë se e ka pa. Por nuk mundet çdo kush me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse për me pa Resulullahin alaihi salatu wasalam duhet me qenë i jetur për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. E njeri për çka është i jetur në zgandër e sheh në ëndër. Nëse je jetur për ujë, atëherë ki me pa ujin. Nuk sheh pejgamberin, ju e dini atë tregimin se ai po e cekë shkurtimisht, ai personi ka shkuar në një xhamatli, ka thonë hoxhës, du me pa Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në ëndër. Thot hoxha nuk ka problem, është shumë lehtë, veç një kusht është, çka? Thot kur bish me fjet, haje një grusht kryp. Edhe thot mos pi ujë, bjerë që ashtu pa pi ujë. Thot ki me pa pejgamberin në ëndër, sigurt. Edhe vepran si thot hoxha, mirë po tan natën i shkretin nga etja madhe, i sheh lumejt, edhe liçajt. Sheh ujë, domethënë. Kur çohet namaz sabahit apo kur e ka taku hoxhën, thot hoxha, a pa e pejgamberin alayhi salatu wasalam? Thot jo, o hoxh, se pash. Çka pa je? Thot tan natën kom pa ujë veç. Tha e kon jetur për ujë, ke pa ujë. Me pas kon jetur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kishe me pa pejgamberin. Andaj neve nuk e di sa jemi të jetur për Resulullahin, kështu që inshallah Zoti na mundson me pa zgandër në xhenet pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe nëse nuk e shohim në ëndër. Pika e fundit, këshill besimtarëve rreth komentimit të ëndrave. E para, mos komentoni pa dituri. Keni kujdes, mos komentoni pa dituri. Mos jeni kësaj punës, edhe kjo është përgjegjësi, është amanet.
Pse? Qysh ta komenton ëndrrën mund të ndodh. Këto e bazojmë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se ëndra i ngjan, thotë sikurse apo komentuesi ëndrave i ngjan sikurse një plumit që në fund bishtit të tij është ëndra vendosur. Qysh ta komentojsh ajo çashtu ndodh. Nëse plumi lum bishtin djathtë, bjen djathtë të majt, bjen të majt. Që ajo edhe ëndra e besimtarit nëse ti ja komenton në një formë ajo mund ndodh, normal ajo ndodh me kaderin e Allahut, me caktimin e Zotit, por ti kaderin e Zotit çoje lyp e ka xhairi, mos e lyp ka sherri. Kjo lidhet domethënë edhe me meselën që nëse ke nevojë për mjek, mos shko te automekaniku, se automekaniku nuk mund të bëjë operacion, ai kerën e bën operacion, jo ty. Pra lype shefatin, shëndetin tanë të ai që është ekspert. Masane mos thuj, po ka deri Allahut pas ka qenë me vdek, po normal se ti te mekaniku ke shku me bë operacion zemrën. Normal që vdesesh, po ki gjuna pse ke lyp ilaçin ku s'duhet me lyp. Andaj edhe ëndrrën duhet me komentu te ai që është ekspert për ëndra. E jo të çdo njeri. Andaj mos komentoni pa dituri. E dyta, komentuesi duhet të ketë dituri nga Kurani dhe Suneti. Bilen nga Kurani kur thonë disa dietarë apo shumica e dietarëve që janë shumë të rrap në këtë pikë, thonë duhet me ditë Kuranin përmesh, që me ditë me ti lidh me Kur'an sanët. Edhe duhet me ditë nga Suneti shumicën e haditheve dhe të ketë menhexhen e ahlus sunetit, jo me qenë bidatxhi, dallaverxhi, ata të cilët besojnë se na ndër ty mund me tar shpallë edhe çka ke pa ti të ka zhryp me laçja, leje namazin, s'ki nevojë më fal. Se arriti gradën e pejgamberëve. Ata janë bidatxhit, sufit. Na menhexhe e ahlus sunetit nuk thatë ashtu. Sepse na nuk bëmi pejgamber të pa ëndra. Tjetra, komentimi e ëndrave është një herë edhe mirësi e veçantë nga Zoti, që ja jep dikujt e dikujt tjetër nuk ja jep. Edhe pse i dyti mund të më qenë më dietar se i pari. Pra nuk lidhet patjetër një njeri që është dietar me thonë ky duhet me ditë me komentu ëndrat. Ja, është si me thonë një lloj dhuntie që Allah ja jep dikujt s'ja jep. Andaj mos u habetni edhe me këtë gjë, por patjetër duhet me pas dituri komentuesi i ëndrave. Mos e pyetni çdo kënd për ëndrat e juaja. E kjo u lidhe e para, domethënë mos komentoni pa dituri, tash kjo vlen për atë që është ëndër, mos e pyet çdo kënd, mos e kallëzoj çdo kujt ëndrën. Nëse është e mirë, tregoj atij që e do. Nëse është e keqe, mos ja tregoj kërkuj, po shuje, se nëse e shun e hesht, nuk ndodh kur gjë për asaj ëndrës. Nuk ndodh kur gjë, domethënë vdes ajo mesele. Mos u jepni pas librave që komentojnë ëndra. Këtu nuk po ja undalaj domethënë që me lexu libra, por është problemi se disa njerëz e blenë një libër, fjalori komentimit të ëndrave ose ku e di çka libri kështu libri anë, libri mbi komentimin e ëndrave dhe tash e shën një ëndër dhe shkon e çel aty fletën çka domethënë shiu domethënë kështu. Pas kam ndodh këtu edhe komenton vet. Ja, ajo është vetëm një fjalor që ty të udhzon, çat hoxhën e udhzon, dikon që është i ditur e udhzon pak a shumë. Por ti ban me lexu atë, po jo mi komentu pastaj kokën vete lidhur me çat se te ëndrat 1+1 nuk bëjnë 2. Nuk bëjnë 2. Mbare domethënë atash, ai ky ka pa ëndër ezanin të thirr, ky tjetër ezanin të thirr. Njëri ti ka thon komentuesi ëndrave se ka me shkunash, tjetri ka me ku dora. Pse? Pra nuk është çdo gjë që shihet, por janë edhe gjërat e fshehta. Ajo tjetra ka pa domethënë amoralitetin mirë, por në fakt e ka komentuar dietari, andaj duhet pasur kujdes, jo më bazu gjithmonë në këto librat që janë si fjalorat komentimit të ëndrave. Ato po mund na shërbejnë, na ndihmojnë, por gjithsesi jo më bazu në çdo gjë që lexojmë aty. Sepse ndodh që ai që lexon mos ketë aftësi për mi ndërlidh gjërat mes realitetit, mes ëndrës dhe mes asaj që ka lexuar. Sa përket librit të Ibn Sirinit me titull Komentimi i ëndrave, nëse zgabaj kështu kanë përkthy titullin e tij, dietarët konstatojnë se nuk është libri i tij, por është mbeshur atij. Andaj kujdes nga ky libër. Pra është një libër që i atij dietarit që thash ka qenë prej komentatorëve më të mëdhenj të ëndrave në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mas sahabëve dihet, por ky libër nuk është, sipas mendimit më të saktë dietarëve, nuk është libër i këtij dietari, andaj kujdes. Nuk lejohet të bazuarit në libër të veçantë dhe vetëm prej sa të lexosh, por patjetër duhet bazuar në mësimet e përgjithshme islame. Pra, ma shumë bazon në Kur'an dhe në Sunet, edhe në libra dietarëve se sa në një libër të veçantë që përmenda më herët. Disa dietarë thonë se komentuesi duhet të jetë thash hafiz i Kur'anit dhe të di shumicën e haditheve. Po ashtu të ketë edhe dituri rreth fjalëve dietarëve dhe komentimit të dietarëve të mëhershëm të ëndrave.
këtë dituri se ata si kanë komentuar dhe të përfitoj prej përvojave të tyre. Komentuesit këtë akide të pastër të Ahlus Sunnetit dhe xhamatit e mos tjetë në akide njeri i presht, njeri i devijum, njeri i sufi, dërvesh e ku e diçka. Askush nuk duhet të friksohet prej ëndrës, por të mbështetet në Allahun. Pra të e fundit e nëse shë ëndër, ki kujdes mësu tut shumë për ëndrës, po tutu prej Allahut. Edhe bazon në mbështetjen tonë ndaj Zotit dhe në besimin tonë ndaj Allahut, e jo, sikur se disa njerëz, ai e lexon ajetin e Kuranit, që duhet mu fal, edhe ai s'falet. Ama kur ta shen një ëndër të keq, atje ku di çka ka pa një ëndër, ai çohet mesela janis jo 5 vakte, po 10 vakte do mi fal. Pse? Ka kum pa ëndër thot shumë gazet. Jo për vëllai ti mos u bazon ëndër sa duhet mu bazon në ajetet të Kuranit dhe në hadithe. Po ashtu dhe komentuesi duhet me pas kujdes, ndërruar besimtar, mos me friksu njerëzit me gjëra që nuk janë realitet. Shembull nëse ka pa një ëndër që s'ka të bëjë hiç me çat ai që po komenton, mos ta komentoj. Ashtu. Mos e komentoj nëse s'ka lidhje, për shembull dikush ka pa ëndër caktuar që s'ka lidhje, ky i thot duhet më dhon vallai ti sadak ose duhet më anis mu fal. A s'ka të bëjë ëndra hiç me ata. Ani ti pekshillon, po mos e ndërlidh kinse që ajo lidhet që ëndër sa amanet ta ka tregu ëndrën e ti pja pështjellon. Edhe pse je ty e këshillu mirë, po përderisa s'ka të bëjë asgjë me atë ëndër, mos e ndërlidh, a nëse ka të bëjë diçka, qoftë nga larg, ban me ndërlidh. Këto të ndërruar besimtar janë disa rregulla që kanë të bëjnë me ëndrën, disa dispozita që besimtari duhet i ketë parasysh, por gjithsesi neve nuk duhet të bëhemi ummeti i ëndrave. Ummeti që rrim të ëndru, të pa ëndra, por duhet të bëhemi ummeti i punës, ummeti i realitetit, ummeti i bindjes, ummeti i diturisë, i Kuranit dhe i Sunetit, edhe i menhexhit të Ahlus Sunnetit dhe xhamatit. Por gjithsesi edhe ëndrat është pjesë e fesë tonë, pjesë e akides tonë, është pjesë të cilën e trajton dini Islam, andaj edhe desha që t'i ndaj disa minuta bashkë me juve për t'i rikujtuar dhe për t'i mësuar këto rregulla. Lutë Allah azza që të na bëjë për atyre të cilët në jetën e përditshme veprojnë vepra të mira, por edhe për atyre që Allahu na çon gjithmonë ëndra të mira për të pa edhe na i bën realitet në ditët në vazhdim. Lutë Allah që na fal mëkatet dhe të na udhëzojnë rrugën e drejtë. Gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall, sin fillim ashtu në fund, edhe salavatet, selamet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.